3% është inflacioni për muajin prill në Kosovë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, produktet e shportës bazike që u shtrajtuan më së shumti janë kafeja, çaji dhe kakao me 16.4%, pemët dhe vajrat me nga 11.1%, si dhe mishi me 10%. Ndërsa rënje të çmimit pati te karburantet dhe lëndët djegëse. Në përgjithësi, gjatë muajve të fundit ka pasur shifra të ulta të inflacionit. Në tetor ishte 0.4%. Mirë po ekonomistët thonë se ngritje më të lartë të çmimeve do të ketë në muajt që po vinë, kur të vrehen pasojat e shtrenjtimit të rrymës. Kjo do të ndodhë në vazhdim, duke marrë faturat bizneset të energjisë elektrike, unë besoj që produktet kanë me pas një rritje të çmimeve. Sipas ekonomistit Fidan Qerimi, situatën e rëndon mirëqenia e qytetarëve që po shkon duke u dobësuar. Fatkeqësisht do të thotë që nga rritja e fundit substanciale që ka qenë, do të thotë kemi një inflacion rreth 40% prej asaj periudhe, kurse pagat kanë mbetur në nivelin parafërsisht të njëjtë. Ditëve të fundit është vërejtur ngritje e çmimeve në gastronomi dhe në furra të bukës.